Nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. I jepet lamtomira e fundit nxënësit 15 vjeçar që u vra me thik nga një bashkëmoshatar në Durrës, familjarët e viktimës bëjnë thirrje për drejtësi. Gjykata vendos masën e sigurisë arrest në burg për ortakun e biznesmenit Mondi Mahalla i vrarë në Elbasan, mbetet në qelie dhe roja i karburantit. Reforma do të përfshijë edhe menaxhimin e zonave të mbrojtura, kryeministri e quan mjedisi një çështje me rëndësi për antarësimin në Bashkimin Evropian. Berisha diskuton me aleatët e djathtë të reformës zgjedhore dhe ato territoriale, premton se do të bëjë maksimumin për një sistem të ri elektoral. Njëhemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Familjarët i dhanë lamtomirën e fundit këtë të premte të mituri që humbi jetën, pasi u godit me thik nga një bashkëmoshatar i tij në Durrës. Mes lotëve, babai i tij ka apeluar për drejtësi, ndërsa autori vetëm 14 vjeç ndodhet tashmë në burg. Ngjarja e rëndë që nisi me plagosin e 15 vjeçarit Erion Boba afro 2 javë më parë në Durrës, të njëjtën pati fund tragjik. Ai humbi jetën teksa gjendej në spitalin në Tiranë, ndërsa këtë të premte u krye ceremonia e varrimit në vendlindjen e tij Bulqiz. Babai i 15 vjeçarit thotë se djali i tij atë ditë kishte dalë nga shtëpia si normalisht për të shkuar si fillim në shkollë e më pas në punë, pasi pas diteve punonte si kamarier part-time për të ndihmuar në familje. Çuni ka qenë të shku për punë, i kanë dalë dhe shokët vet, i kanë thonë se hajde në çop pak, se kemi një muhabet poshtëruar me do çuna tjerë. Edhe aty ka nisë konflikti. Ndër këta, çunin ka ngel më i dëmtuar. Djali ka qenë shkollë para dite, deri në orën 12. Pas orës 12, as vesh, ka shku, a vesh ke shtëpia, ka shkuar nisë për punë. Ka pas si konflikt masiv, do kishte thonë ose mua, ose çunit, ose dikujt, ose do kishin sinjalizuar familjarët që ka pas konflikt. Do kishin thonë ato na ram qaf çuni jot. Adem Boba thotë se ai kërkon tani vetëm drejtësi për jetën e humbur të djalit të tij adoleshent. Nga shteti më shumë se drejtësi çfarë do kërkoj? Vetëm drejtësi. Mund të kesh qenë 6-7 çuna. Vetë këto dyja palë 6 deri në 7. Erdhën aty, ata kanë bënë gjaktësi e sipër, vetë mbrojtje, gjona me fjalë që nuk desha të jap sqarim aty se s'kisha kohë, do kisha prim kryesor që të bëhet çunë mirë në ata gjëra të tjera lash për më mbrapa. Në drejt diku me shpirtin tim apo ta bosin një marrëveshje më shpirtërore që nëse do të shfutote çunin do ta falsh atë unat. Jo, nuk e ata s'po them për gjak burse, ndoshta funksionon ligji dhe s'ka nevojë me ndërhyrje. Në lagjen ku familja Boba rrinte me qira, në zonën e Ishkënetës në Durrës, banorët shprehen të tronditur për ngjarjen e rëndë. Na erdhi shumë keq për ngjarjen e çunit që u therë me thika. Patëm na u duk tragjedi shumë e rëndë. Po të është që të bëjmë. Mos të kabina kam pra. Afër shtëpisë. Afër shtëpisë. Gjali urt, i sjellshëm. 15 vjeçari u plagos me thik në pjesën e gjoksit pak pas mesditës së 25 nëntorit, vetëm 20 minuta në këmbë nga shkolla Dom Nikol Kaçorri, ku mësonin të dy nxënësit e përfshirë në konflikt. Burime nga policia thonë se konflikti nisi nga një koment në rrjetet sociale dhe ofendimeve të vazhdueshme në shkollë, të cilat më pas degraduan në plagosjen me thik. Autori 14 vjeçar është tashmë në burg. 2 nga personat arrestuar për vrasjen e biznesmenit Mondi Mahalla në Elbasan, ortaku i tij dhe roja i karburantit janë lënë tashmë në burg nga gjykata e Elbasanit. Ndërkohë në kërkim për ekzekutimin e 43 vjeçarit janë edhe 2 persona të tjerë. Gjykata e Elbasanit la në burg Gjino Agon i akuzuar si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Mondi Mahalla, një herë ortak i tij në biznesin e taksive. E po ashtu në burg është lënë edhe roja i karburantit Kujtim Pisha, i akuzuar për mos kallëzim të krimit. Gjatë seancës me dyert të mbyllura e cila zgjati më shumë se 2 orë, palët u njohën me aktet dhe me dëshmitë të dhëna nga personat e marrë në pyetje. Burime bëjnë me dije se organi akuzës bën lidhjen e Gjino Agos me ngjarjen, për faktin se makina që u përdor ditën e vrasjes ishte e kompanisë që drejtohej nga Mahalla dhe Ago dhe ishte dhënë në përdorim nga ky i fundit në persona të tretë. Nga ana tjetër, mbrojtja e Kujtim Pishës ka kërkuar vlerësim të palishëm të arrestit dhe mos vendosje të masës së sigurisë, kërkesë që nuk është marrë në konsiderat nga gjyqtari Eliz Dine.
Sipas avokatit mbrojtës, klienti i tij ka qenë duke konsumuar darkën në momentin që ka ndodhur krimi, gjë që vërtetohet nga mungesa e tij në pamjet filmike të marra nga kamerat e sigurisë. Biznesmeni Mondi Mahalla u ekzekutua në makinën e tij Range Rover sapo kishte dalë nga zyra e karburantit Xhaxhi Oil. Kamerat e sigurisë kanë zbardhur gjithë dinamikën e atentatit. Ato tregojnë autorin e maskuar me kapuç që afrohet me makinën Audi pranë biznesmenit, del nga mjeti dhe qëllon disa herë në drejtim të tij. Pasi lë të vdekur në vend me 2 plumba në kokë, autori dhe bashkëpunëtorët e tij janë larguar me shpejtësi me makinë. Të arrestuar për ngjarjen përveç Gjino Agos dhe erojes Kujtim Pisha janë edhe Nevzat Spau dhe Naldo Gjini. Ky i fundit ishte parë kohët e fundit duke qarkulluar me makinën tip Audi që përdorën autorët në ekzekutimin e 43 vjeçarit. Pas ngjarjes së rënd, makina Audi u gjetë e djegur në fshatin Mirak bashkë me një pistolet brenda, ndërkohë që në kërkim mbeten Marcelo Arani dhe Armando Cola, të dyshuarit si ekzekutorët e biznesmenit. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar zyrtarisht në lidhje me seancat paraprake ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, i cili pretendon se nuk është njohur me aktet e dosjes. Në reagimin e SPAK theksohet se këto pretendime nuk qëndrojnë, pasi sipas institucionit kopjet e akteve janë vënë në dispozicion avokatëve të Veliajt përmes një USB-je. Prokuroria shton se në çdo vonesë në proces ka ardhur për shkak të kërkesave apo mungesave të pajustifikuara të mbrojtësve të pandehurve apo dhe kërkesave të padrejta të tyre, duke penguar përfundimin e gjykimit paraprak brenda afateve të parashikuara nga Kodi i Procedurës Penale. Ministri Edi Rama paralajmëroi reformë të thellë në menaxhimin e zonave të mbrojtura, duke cilësuar mjedisin si çështje me rëndësi për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ai tha se vendi i ynë është mbrapa në këtë drejtim. Me fokus tek mjedisi si një nga pikat kyçe të rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama gjatë aktivitetit për ty natyrë paralajmëroi disa reforma të rëndësishme për monitorimin e zonave të mbrojtura, duke synuar për afrimin e tyre me praktikat evropiane. Jemi të gjithë bashku të fokusuar tek njëri nga aspektet më të vështira të procesit negociatave, që është aspekti i mjedisit. Ai njoftoi gjithashtu edhe një ristrukturim institucional duke paralajmëruar bashkimin e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura me Agjencinë Kombëtare të Pyjeve. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave për të pasur një agjenci. Rama kujtoi se vera që lan pas solli dëmë të mëdha nga zjarret masive që përfshin zona të gjera pyjore malore të vendit. Për këtë arsye, qeveria ka marrë masa të reja për parandalimin e tyre, përfshirë përdorimin e dronëve inteligjent. Po angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë, duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes pyllëzimeve me dronë që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen. Paralelisht me monitorimin ajror, qeveria parashikon edhe fonde për ripyllëzimin e zonave të dëmtuara ndër vite nga zjarret dhe fatkeqësitë natyrore. Emigrantët ilegal që vijnë nga vende si Pakistani, Afganistani, Irani apo Siria dhe që përdorin Shqipërinë si rrugkalimi drejt Bashkimit të Vendeve Evropiane, do të strehohen në 20 qendra të reja pritse. Shqipëria po planifikon ndërtimin e ambienteve të akomodimit në qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe Vlorës, me kapacitete që variojnë nga 100 deri në 410 shtretër. Aktualisht kapacitetet pritëse janë kryesisht të përqendruara në Tiranë dhe disa pika të tjera, si Gërhot, Kakavi dhe Kapshtic. Plani i ri synon shpërndarjen dhe mbulim më të gjerë në pikat kufitare dhe zonat me fluks më të madh të emigrantëve të palishëm. Plani i qeverisë parashikohet të përmbushet në periudhat 2026-2028, ndërsa kostoja parashikohet të variojë nga 195.6 milion lek, që është skenari normal, deri në 708.7 milion lek, kostoja për ngritjen e qendrave në rast krize.
Sali Berisha mlodhi në një tryezë aleatët e djathtë me të cilët diskutoi qëndrimin për reformën elektorale dhe ato territoriale. Kreu Demokrat premtoi se opozita do të bëjë maksimumin që të ndryshojë edhe sistemin zgjedhor. Partia Demokratike synon të unifikojë qëndrimin e forcave opozitare ndaj reformës zgjedhore e reformës territoriale. Përballë një majorancë që ka 86 mandate, mund t'i realizojë të dyja pa e marrë në konsiderat qëndrimin e pakicës parlamentare. Kryetari PD Sali Berisha mlodhi aleatët tradicional, pjesa dërmuese të cilëve nuk kanë deputet në parlament, duke u premtuar se Partia Demokratike do të bëjë çdo përpjekje për një sistem të ri zgjedhor. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në Komisionin e Reformës Elektorale, të cilët do t'jenë avokatrit e propozimeve tona që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Të njëjtin premtim Sali Berisha bëri edhe për reformën territoriale. Shqipëria në raport me popullatën natyrisht duhet të ketë një numër jo të madh të bashkive dhe komuna, por në raport me terrenin, në qoftë se i qëndrojmë parimit që qytetarët duhet të kenë shërbimet, duhet të kenë drejtimin, duhet të kenë njerëz të zgjedhur, Shqipëria është tjetër. Por për te rregullimeve ligjore, kryetari PD-s Berisha deklaroi se prioriteti i opozitës do të jetë largimi i kryeministrit Edi Rama dhe krijimi një qeverie teknike. Ne do bëjmë gjithçka në përpjekje të ndershme tonë për një ligj sa më të drejtë elektoral. Por ne me këto në absolute do mashtrojmë veten në qoftë se pranojmë Edi Ramën. Sa ta pranojmë atë, vot nuk do kemi. Partia Demokratike së bashku me aleatët e saj ka vetëm 50 vota në parlament, përballë një majorancë me 86 mandate. Në kushtet ku reforma zgjedhore dhe ajo territoriale kërkojnë 84 vota për të miratuar, opozita nuk ka asnjë mekanizëm për të kushtëzuar majorancën. Aq më pak për sistemi zgjedhor, i cili kërkon ndërhyrjen në kushtetut e 94 vota për të ndryshuar. Në këtë situatë mbetet e vështirë që sistemi zgjedhor në Shqipëri të ndryshojë në rast se ky nuk është vullneti i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Një aksident i 4 fish ka ndodhur mëngjesin e kësaj të premte në aksin rrugor Maqollar-Peshkopi. Sipas policisë, si pasojë e lagështirës në rrugë janë përplasur 4 automjete. Një prej shoferëve ka humbur kontrollin dhe më pas është përplasur me makinat e tjera duke sjellë një aksident zinxhir. Si pasojë janë lënduar 6 persona, të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti i 4 fish solli edhe bllokimin e përkohshëm në qarkullimin e automjeteve të tjera. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.